ndërsa unë ndjehesha fajtore sepse nuk mund ta ndihmoja asgjë. Në një çast duke menduar se si t'ja largoja mikeshës sime dëshpërimin, më kujtua një tregim që e kisha lexuar diku dhe fillova t'ja citoja. Në kohët e mëhershme, në njërat nga dinastitë e mëdha, një mbret kishte një dietar të madh. Dietari luante rolin e këshilltarit të mbretit. Mbreti e donte shumë atë dhe e merrte kudo me vete. Ngado që shkonin kalonin qaste të bukura të jetës së tyre. Ishte pjesë e pandashme e jetës së tyre shëtitja në male. Mbreti zakonisht merrte një mprehës për të këputur degë të ndryshme. Një ditë, mbreti, nga pakujdesia me mprehtësin, kishte këputur njërin nga gishtat e dorës. Dietari duke i ardhur keq dhe duke shprehur dhëmshmëri, tha: "Khair insha Allah." Ndërsa mbretin e kaploi zemërimi, filloi të ofshante duke i thënë dietarit: "Si guxon të më thuash kështu? A nuk e sheh se që më ngjau mua? Si mund të jetë hajër kjo, këputja e gishtit tim?" Mbreti i zemëruar nga momenti mori vendimin që dietari me një herë të burgoset, pasi kishte bërë shkelje të rëndë dhe ndihej i fyer. Dietari u fut në burg dhe u dëgjua duke thënë: "Khair insha Allah." Mbreti pas ca ditësh, nga fatkeqësia që i kishte ndodhur, kishte vendosur që të bëj shëtitje i vetëm në male, sepse e pëlqente shumë natyrën e maleve. Dhe ashtu ndodhi, mori mprehtësin dhe arriti në male. Gjatë kohës, sa qëndronte aty, e kapi një grup kanibalesh. Mbreti ishte i lahtarisur nga pamja e tyre të merruese. Këta njerëz, në fakt, ishin kanibal, njerëz që hanin mish njeriu. Mbreti tani nuk priste tjetër veç se vdekjen, e më keqja coptimin e tij për së gjallë. Ndjeu që po jepte lamtumirën e fundit jetës së kësaj bote, familjes dhe popullit të tij. Mendonte se ky është dënimi si pasojë e burgosjes së dietarit. Shpresat e fundit i mbante vetëm tek Zoti i Gjithfuqishëm. Kanibalet kishin bërë gati çdo gjë që u nevojitej për ceremoninë e flijimit. I u afruan mbretit dhe para se t'ja fillonin ceremonisë, vërejtën se mbreti kishte një gisht mangut, e kjo nuk e plotësonte kushtin e flijimit të tyre. E falen mbretin, e liruan, ndërsa mbreti vetëm pas kësaj ndodhije e kuptoi fjalën "Khair insha Allah". Me njëherë shkoi në pallatin e tij dhe dha urdhër që të lirohet dietari. Mbreti e përgëzoi dietarin e mençur për fjalën e tij dhe e pyeti se ku qëndronte e mira, pasi ai, duke u futur në burg, e tha "Khair insha Allah". Ndërsa dietari vuri buzën në gaz dhe i u drejtua mbretit: "Po të mos isha unë në burg, do të kisha qenë së bashku me ty në mal dhe do të isha bërë pre e kanibaleve për flijim." Mbreti u habit nga përgjigjja e mençur e dietarit dhe që tani e tutje
do të kishte një respekt të madh ndaj tij. Me këtë rast, mikja ime Buzëqeshi ndjehej e impresionuar nga tregimi në fjalë, ndërsa përgjendjen e saj u shpreh. Khajr insha Allah. U gëzova pa mas pasi u bëra shkaktare që mikja ime të ndjehej mirë, jo sikur më parë. Që tani e tutje, ajo në çdo fatkeqësi shprehet. Khajr insha Allah. Dëgjuat emisionin Tregime të Zgjedhura. Tekstin e lexoi Eliesa Ahmeti. Incizimi u mundësua në radio produksionin Zëri i Shtimës.